Evropian apo botëror ka qenë asë koha? Kampionatin botëror 2019. 2019, okej. Dhe tashmë kampionatin e tjetër botëror që zhvilloi vitin e ardhshëm në Egjipt, mirë po me tilmosha më të ri dhe tilmosha të tjerë që ndoshta nuk i ke ti ke njoft, po nuk e pas rastin me punu, ndoshta edhe ke punu me ta më herë, nuk e di si ka qenë situata. Mirë po tregon pak çfarë ndjenje është për ty ky sukses historik me këta tilmosha. Po të them të drejtën, kjo është po marr parasysh se trajneri ka një cilë, domethënë një të arritne, mendoj që në vitin 2019 kur kam shkuar në Spanjë, domethënë ka një pozitivitet shumë i madh sa përket me dhe gjithë tilmoshat që janë tani në të përgjedhë të asaj kohë, kur në atë kohë kemi zhvilluar takime, domethënë me një AF Trophy, domethënë kemi fituar AF Trophy dhe kemi qenë në Spanjë, ku Spanja, siç e dini, nuk në ka njoft. Asaj përket tash që ka qenë, mendoj që ka qenë një punë bukur e lodhshme, se këta tilmosha po kanë në moshën pak më të re, unë i kam marrë që 2 vite kem qenë bashkë me selektorin, ku arsërimin, dhe ku momentin e fundit, domethënë në janar, ndodhte, sepse unë kam qenë edhe trajneri përfaqësues Kosovës. Dhe unë ndoftë të ndahem, jo të ndahem në atë aspektin negativ, po ndahem detyrat të ndahem, dhe unë e kom marrë kombëtarën u të mëjtë, kur mendoj që është një sukses mjaft i madh sa përket këtyre ndjemve, por mos të harrojmë kjo është sukses shumë i madh edhe për Kosovën, jo vetëm për embollistët e Kosovës, po mendoj edhe për gjithë Kosovën, në përgjithësi sportin kosovar. Sa ka qenë vështirë të arrijë deri te ky sukses në Prishtinë, në këtë turne që u mbajt në Pallatin e Rinisë, kishte kombëtare të mira në finalen poshtë Nigerinë, edhe pse ndeshja nuk nisi ndoshta në mënyrën më të mirë për ju, por më pas e morët vetën, u rikthye dhe në fund arritët të triumfonit. Po të them të drejtën, për të arritur deri këtu, ne para 2 viteve, domethënë kemi filluar kur ka qenë ai sekretari i ndjer Izet Xhenosi, që në atë kohë na ka përkrahur shumë dhe na ka dhënë motiv shumë në përgjithësi për organizime dhe turnet që të kemë marrë pjesë. Mendoj që sa i përket këtij AF Trophy, domethënë mendoj që Kosova e ka merituar këtë, sepse është një arritje mjaft e madhe, por sa i përket lojnat që janë zhvilluar, të them të drejtën, lojnat me Nigerinë ndeshjen e parë që kemi zhvilluar, ka qenë mjaft e vështirë, sepse janë të përgatitur fizikisht shumë, dhe në pjesën taktike janë ma nashkalojnë, ama fizikisht janë përstepër të përgatitur. Ne e kaluam barierën e parë, domethënë ndeshjen e parë, kurse prapë u takuam në finale me ta, ku në mendoj që ka qenë një finale e jashtëzakonshme, sepse të luash e mboll në atë mënyrë që shkalujt Nigeria, mendoj që me një lloj fasteri, domethënë 45 deri në 50 minuta është abnormale. Ka qenë, ju është dashur edhe 2 nga 5 minuta me vazhdu ndeshjen. Po, aty fillimin e ndeshjes nuk e patëm fort mirë, po prapë u kthym në ndeshje dhe e barazuam, por shkojnë në vazhdime 2-5 minuta, ku mendoj që aty edhe që i të kaluam, sepse e panë që edhe ata se e më të mirë dhe realizimi janë, portieri ke në nivelin e duhur dhe lojtarët u përqendruan në ato 10 minutët e fundit, kur mendoj që arritëm edhe qëllimin që ne kem pas për fillimin. Në fakt, Nigeria përmendet që ka qenë ndoshta kundërshtari më i vështirë gjatë këtij organizimi apo këtij turneu. Se përket kundërshtarëve të tjerë, po të them të drejtën, e kem pas edhe një kundërshtar mjaft të vështirë, dhe pse është në ngritje, domethënë është të Bashkuar të Amerikës, se ka një ngritje bukur të madhe sa i përket handballit, sepse në ndeshjen që gjysmë finale me Amerikën, domethënë kemi pas pak probleme, kemi arritur rezultatin të shkojmë në +4, por në pjesën e dytë kemi pas -3. Domethënë ka një ngritje prapë ramje, por prapë arritëm që ne në përfundim të ndeshjes në 6 minutat e fundit të bëjnë përsim prej 4 gollave, dhe në fund të fitojmë në rezultat mjaft të ngushtë 27-26, ku mendoj që edhe Amerika ka ngritje mjaft, asaj përket të në Nigerisë, të them të drejtën, kjo është janë përgatitur fizikisht, por stepërmi dhe ta është fizikusi, është diçka që të ne nuk e kemi. Okej, tash po mendojmë për kampionatin botëror.
si mendon që do të jenë gjasat, apo si mendon që do të jenë krejtësisht varet edhe nga shorti i cili do të hidhet në ditët e para të muajit prill, në javën e parë të muajit prill. Mirë po, sa janë gjasat? Po të them të drejtën, nuk mund të them asgjë, sepse siç e dini hala nuk kanë kaluar 7 ditë, domethënë pas përfundimit dhe mendoj që do të jetë gjasat, do të punohet sa më shumë dhe varet edhe shumë edhe nga shorti, se shorti tash do të jenë 32 skuadra, 32 përfaqësues që do të përfaqësojnë në kampionatin botëror që do të zhvillohet në Egjipt, por do të jetë edhe faza përgatitore se pas hudhjes së shortit me datën 7 edhe 8 mendoj që aty